Mitrovica pritet të bëhet me spital të ri, pasi objekti aktuali i spitalit të përgjithshëm Sami Haxhibeqiri nuk i plotson më kushtet e nevojshme teknike dhe hapësinore për trajtimin e pacientëve. Ministri Arben Vitia konfirmoi se po shqyrtohen disa lokacione të propozuara nga komuna, ndërsa grupet punuese do të përcaktojnë shpejt vendin që garanton qasje më të lehtë për qytetarët. Janë disa lokacione të cilat na ka prezentu vetë kryetari i komunës Mitrovicës Jukut Zoti Peci, pasi që ajo është pjesë komunale dhe komuna menaxhon me tokën atje, dhe na janë prezentuar, mirë po tash këto prezentime, këto grupe punuse, që këtë grupi punus që e përmenda ma heret, janë mbledhur dhe do të zgjedhin besoj pjesën më të mirë që i përshtatet mas shumti një spital, që garanton qasjet mirë, që garanton infrastruktur të mirë dhe që garanton një vend ku qytetarët mund të marrin shërbimet shumë më efikas se sa që i marrin sot. Ky projekt synon përmirësimin e infrastrukturës dhe rritjen e cilësisë së shërbimeve shëndetësore për qytetarët. Se spitali aktual në pjesën jugore të Mitrovicës nuk i plotson kushtet as infrastrukturore sepse ka qenë destinuar për një veprimtari tjetër. Projekti për ndërtimin e spitalit të ri e kanë mirëpritur edhe qytetarët. Do të ishte shumë më mirë. Sa spitala më shumë, as më mirë është, besoj. Procedurat për ndërtimin dhe kostoja finale e projektit do të bëhet publike vetëm pas përzgjedhjes së lokacionit përfundimtar.